E ja kështu në këtë ditë të nxehtë vere, ose mbrëmje të nxehtë vere, ndodhem në zyrën e kryeministit të Shqipërisë, Edi Rama, i cili me shumë bujari na ka lëshuar zyrën e tij, dhe në anën tjetër të ekranit ndodhet Kristiano Xhanari, partneri i këtij emisioni që nga fillimi në janar të vitit 2020. Jemi në qershor 2022, para 2 ditësh kishim dhe solsticin, domethënë kur dielli ishte më në maj fare dhe dita ishte më e gjata e vitit. 21 ju betohet. Jo se janë të shkurtra këto, ka filluar tani, do filloj pa nga 1 minutë. E do vinë ato netët e ftohta. Nëse jemi në verë, le të themi, dhe vera ka dhe problematikat e veta. Sot besoj keni parë një lajm tepër interesant, sherr për parakalim. Shoferi Bencit përplas disa herë qëllimisht makinën tjetër, arrestohet nga policia. Natyrisht që duhet arrestohet sepse nuk ishte aksident, po ishte vrasje. Po, me makinë bam, 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 disa herë i ra kësaj makinës së bardhë. Dhe natyrisht ishte vrasje me paramendim. Gjithsesi, nuk do merret shteti me këtë histori, qofse do merret. Çështja është që e kuptoni se në ç'vend jetojmë, për një parakalim. Makinat janë bërë të copë pastaj mbrapa, dhe natyrisht është rrezikuar seriozisht jeta e këtij që ndodhej këtu sepse i ka rënë. Por jepin tjetër, bum. Jepin tjetër, bum. Dhe ashtu desha të afroj pak, po nuk më ndezi. Këtu jemi, në këtë vend jetojmë. Në këtë vend neve duam bëjmë demokraci. Në këtë vend duam bëjmë shtet. Në këtë vend do të jepet pasaporta europiane, po bëhen reforma. Dhe në këtë vend, për një parakalim është bërë namizi në mes të Vlorës sot. Është mes të Vlorës, nëse keni parasysh ku është Kulaçi. Ja, aty ka ndodhur. Ecim Kristiano, se kush do e pa, kush do nuk e pa. Tirana pa kryetar bashkie. PS mbron karriken e Erion Veliet, bllokon përpjekjen e opozitës për shkarkim. Ja çfarë e të tjera. Kjo është një histori shumë e shëmtuar, keq më vjen ta them se unë e dua shumë shtetin tim, por në 10 shkurt Erion Velin e kanë nxjerr nga zyra njerëzit e PK-s, e kanë futur në një makinë dhe e kanë çuar në qeli. 10 mars, 10 prill, 10 maj. Një ditë para zgjedhjeve, Veliet i bëheshin 3 muaj pa shkuar në zyrë. Për këtë arsye, eksakt për këtë arsye, ky person me 3 muaj pa shkuar, i zgjedhur vendor, pa shkuar në zyrë, duhet shkarkohet dhe bëhen zgjedhjet. Se natyrisht është në kushtetut, kryetari i bashkisë është një person i zgjedhur me votën e drejtë për drejtë të publikut. Po mirë, ja kaloi, se ishin ato zgjedhjet e tjera rinumrimi. 10 qershor, ore po vjen 10 korriku. Tirana, ky metropol për të cilin edhe vetë kryetari kishte folur sot, bëm kaq blloqe, rregulluam nga burgu, nga qelia. Edhe unë pyes veten për këtë pjesën nga qelia. O vëllezër, me sa di unë është ndaluar celulari në burg. Jo vetëm i ndaluar celulari si aparat për të folur, por ky poston Facebook, më vëllai dashur. Ky poston Facebook, pra ka akses në rrjetet sociale, ka akses në internet. Ndërkohë që në qoftë se e ka njëri, do ta kenë të gjithë burgosurit ose të paktën të para burgosurit e tjerë. Nëse çështja e Ulsimanjës kjo, por këtu Tirana ka 5 muaj pa kryetar bashkie. Dhe kryetari i bashkisë së Tiranës është një person tepër i rëndësishëm sepse Tirana, duke qenë metropol, ka miliona probleme. Pra Tirana sa ka kryeministri, ndoshta 2 herë më shumë ka kryetari i bashkisë së Tiranës. Çfarë ndodh? Të rrojmë e ta shikojmë. Gjëja e parë, mos janë, po e them kot konspiracion, po mos ma merrni për bazë. Mos janë në marrëveshje pushteti me opozitën për këtë gjë. Se po të mos ishin, unë mendoj që opozita duhet ta kishte bllokuar këtë gjë, duhet ta çonte ndash gjykatë kushtetuese, ndash ku të duash ti. Siç u bën 44 protesta për të futur në burg Erion Velie, duhet bëjnë 44 protesta për të zgjedhur kryetarin e ri të bashkisë? Një kjo, mos janë në lojë. Nëse nuk janë në lojë, ore, mos po merret dhe ka vëmendjen opozita në tjetër histori dhe këtë e ka lënë fare pas dorës rrugi kërcet për këtë gjë. Por ne si qytetar na kërcet. Natyrisht, nëse do të bëhen zgjedhjet, unë jam i sigurt që fiton pushteti, fiton njeriu Edi Ramës, por gjithsesi duhen bërë zgjedhjet. Kotu zgjata me këtë. Më dinë një gjë tjetër këtu them.
Atëherë flakët dolën nga kontrolli dhe dogjën parcelën me ullinj nën hetim 75 vjeçare në Himar. Ç'bëri ky shkreti? Si qishte aty në shtëpitë vet? Tha, a nuk e pastroi tha nga zjarri këtë? Mori shkrepse dhe ndesi. Edhe i morën barishtet, i morën plerat, u dogjën ato, filloi të marrë dhe ulliri. Mirë, kjo gjë, kjo lojë me zjarrin, është një lojë që na përsëritet çdo verë dhe na përsëritet në të gjithë Shqipërinë. Merret një shkrepse edhe ndiset zjarri. Shiko, ka rënë zjarr edhe në këto landfillet. Kishte rënë Lezhë, kishte rënë Elbasan. Edhe thon i qëllimshëm. Vëllezër dashur, zjarr i paqëllimshëm, vetëm nëse do kishte rënë një rufe ose ku diun në fenomen tjetër paranormal që të ndizen. Sepse zakonisht është njëri me shkrepse ose me cigare që e hedh dhe arktohet kur shese si zjarri merr pyllin. Nuk po them në rastin kur do me i bën dëm tjetrit. Po në rastin konkret janë dhe këta, të cilët me zjarr e din janë mësuar që të vegjël që higjenizohet. Edhe ka djegur ullind Xhaxhi. Pra, krahas këtyre vipave tanë politikës, do të shtohet në burg edhe një 75 vjeçar nga Himara. Vazhdojmë. Çmimet stratosferike, ja këtu më pëlqen mua ky. Është Erion Braçe. Të fruta perime, braçet, të barazohet të vëshoja me skemën aktuale produkte deri në 20% më të shtrenjta. Tregje publike për buqit. Po kur deri tani e ka perfekt të që thot. Dhe deri tani është i vetmi opozitar në Shqipëri që merret me çështjet që duhet merret opozita. As me vjedhje vote, as me kështu. Merret me një gjë e cila na përket gjithëve. Mirë po, problemi është këtu. Duke qenë i majt shumë Braçe, nuk e vë gishin në plak. I dashur Erion, të them edhe për njohjen që kemi. Nuk është as punë të vëshëje, natyrisht që është më i kualifikuar se ka mbaruar ekonomikun Erion Braçe. Po është çështje koncepti. Në Shqipëri, dashur Erion, ka ndodhur një gjë, ajo që unë e quaj oligarkia, pak duar kontrollojnë gjithçka. Dhe natyrisht një pjesë shumë e rëndësishme janë monopolet. Edhe ekonominë kontrollojnë pak duar. Tregjet e bujqësisë kontrollohen nga pak duar. Çfarë ndodh për shembull në zonën e Divjakës? Janë 2-3 njerëz të cilët t'japin farën, pa lek thon, merre, mbille ose fitanët, merrin mbilli. Ta marrin, t'japin hakun e punës, edhe atë të tokës, natyrisht që ti je skllav, je punëtor i tyre, dhe duke qenë se janë ata që mbjellin, korrin, diktojnë tregun, e din dhe ata se sa shkon çmimi. Duke qenë se janë pak duar që bëjnë këtë punë, e din ata se sa vendosin çmimin. S'po them politikat e tjera, po dolin me pesticide ky aty dhe hyn në treg edhe azhysin edhe më thellë fshatarit. Po që të bësh tregje publike për buqit, duhet që buqit të mos kenë këtë vartësi nga monopolistët. Kjo është historia. Pra nuk është çështje as TVSH-je, as televizioneve tjera. Është çështje e monopoleve, të cilët kontrollojnë edhe bujqësinë. Tani dhe çmimet tona i keni sa duash. Deodorant për sqetllat, shkon në Greqi e gjen 3 herë më lirë se në Shqipëri, jo këto bukën e gojës. Tjetër, po në sektore, masa të forta kundër murtajës të kukës, boshatiset tregu i baktive. E na u faneps neve në një ditë të bukur vere, na u faneps murtaja. Po si erdhi kjo murtaja? Thonë që erdhi nga Rumania. Po çdo nga Rumania kjo murtaja? Vëllezër e motra, ju keni parë që në për male, në për kodra, ka patur shumë dhenë edhi. Natyrisht edhe lop. Pastaj u ralluan këto se i futën në për stalla. Nuk lihet më delja dhe dhia në për kështu azat të për kodra. Mirë. Mirë po, këto politikat, jo qumshti, jo TVSH-ja, jo kjo, ajo, e zvogluan numrin e stallave, zvogluan numrin e baktive, i ikën dhe ata që janë bari. Dhe në Shqipëri, sektori i bujqësisë, për shkak edhe të shpopullimit, është shkatërruar, nxerruar. Por të dhënë goditjen e fundit, pra që mishit të vi komplet nga jashtë shtetit dhe i leverdis tregtarëve shumë më tepër që ty kjo murtaja. Ka hyrë kjo murtaja tani dhe vetë shteti thotë, mos blini bakti, çfarë do bësh, do të ngordhin ata, të falimentojnë dhe fermeri që i rrit. Nga ana tjetër, shteti nuk e kompenson këtë lloj
situate. Do të thotë që edhe pak bektori që ka ngelur Shqipëri, dhe ty do të vi, delet, deshët, do të vinë këta me hormone mas qafe, nga rreth e qark Shqipëria, apo dhe nga vendet të tjera miq dashamirës të vendit tonë. Isha i qartë? Atëherë dalim një material tjetër. Kristiano, Rama, leqet e hotit, leqet thotë, hape se deshe lexova gabim ato leqet, lutem. Kalim spektakolar në veri të Shqipërisë. Bukur. Këtë lajm e boton Agjencia Telegrafike Shqiptare. Tani, për këdo që në jetën e vet ka pyetur ndonjëherë ç'është lajmi, dhe sidomos ç'është një agjenci telegrafike shtetërore, si mundet këtë ta botojë ta quajë lajm. Pra të marrë nga Facebooku Edi Ramës, mirë që Edi është akoma i përmbajtur, edhe nuk nxjerr aty për shembull trana ose grosh. Kot për të tallur dhe thonë këta fasulja, trashëgimi kulturore e Shqipërisë. Rama, do të thotë ka thënë Rama i madhi, lideri suprem, leqet e hotit, kalim spektakolar në veri të Shqipërisë. Ka thënë kryeministri i Shqipërisë. Po të mos e thojë kryeministri i Shqipërisë, leqet e hotit nuk janë kalim spektakolar në veri të Shqipërisë. Kjo është Agjencia Telegrafike Shqiptare. Kjo është ATSH-ja. Në qoftë se ne do të kërkojmë lajme për hallet, për problemet, për këto gjërat, harroni, nuk i keni. Po në qoftë se doni Shqipërinë e bukur, qoftë se doni thotë Edi Rama, me nderjush, kur pierdh Edi Rama dhe si e bën, e keni këtu. Ja. ATSH, për këtë e xora. Dhe një të fundit, po jo për garancia, si shtuhet zakonisht, ku mbaro? Kristiano, ma bëja lallë dhe këtë të fundit, se do iki. Inspektim në Kavaj. Tolerant zero ndaj zaptimit të plazheve. Policia në terren për zbatimin e ligjit. Popullimi i dashur. Ju ka qelluar të shkoni në Maltëzi, kemi fqinj. Ju ka qelluar të shkoni në Turqi, thonë atje që ai Erdogani është diktator, është autokrat. Bukur. Keni shkuar në Greqi. Nuk po vazhdoj me plazhe tjera. Ku ju ka qelluar ndonjëherë të shkoni nëpër plazhe të shihni ministrin ose ministren e turizmit të merret me plazhet publike apo private? Ku keni parë nëpër plazhe policë? S'po vaki. Jo se s'ka. Jo se nuk e ruaj rendin atje. Por organizohet në formë të tillë që ti ku shkon si turist, mos vrasësh mend të shohësh polici të madhe atje dhe të shohësh shtet. Dhe vjen ministri i turizmit, Kavaj thot. Inspektim, ka shkuar ministri i turizmit, tolerant zero thot për zbatimin e plazheve. S'pari një herë, s'pari ka bashki. Së dyti ka polici. Ç'pun ka ministri i turizmit që bën inspektim? Pse ja hyn ministri që ka dhe një farmoshe, do të jetë 60-tat, t'ja hyn në pisk të vapës inspektimit të plazheve dhe të territoreve. Pse kjo traditë që ka futur, me thënë të drejtën, Edi Rama, nxjerr këta ministrat, kur do të bëj propagandë, gjoja për të dhënë rëndësi, nxjerr ministrat për treguar që është shumë e rëndësishme që mos ketë zaptime të plazheve. Shteti nuk funksionon kur kontrollon ministri. Shteti normalisht në gjithë botën funksionon kur ti nuk e shef politik bërsi që është ministri. Kaq për sonte, besoj që problemet dolën. Me kismet, shihemi edhe një herë javën tjetër, se pastaj do bëhet vap. Armir Shkurti, Kristiano Xhanari, ju urojnë natën e mirë.